fura agalliu në Berat, ndezëm sjarin, edhe bëm një baklava me alketën dhe me shpëtimin, se na duhej për një spot. Ndërsa ata xhironin, thash t'ju pyes çfarë bëni tjetër, se këtu bëhet pafund. Nostalgjia e furrës. Ka furrë tjetër, Alketa, si këtu? Si kjo Ka. është një ka. Në Berat ka Vetëm ai shoku që ka punuar tre në janë Berat shumore. tradicional. Akoma. Shiko se janë Berat, Si mbaj mend me emra. Mund të isha do thosha nuk ka furrë tjetër, as gjë kundi. Se kemi kolegë do Jo, të se na theu shpëtim. Jemi kolegë së bashku, punojmë me Kush e njëri ka bërë këtë tjetrin. furrë? Shpëtimi apo jati? Jo, këtë gjyshi. Babi shpëtimi. Babi shpëtimi. Po, ai tani është 76 vjeç, mundet dhe të ishte këtu, po është pak pa qef për momentin, prandaj ne. Se kjo nuk është furrë, kjo është si dhomë e kuzhinë, e ti sa madhe është. Kjo shikosh. Kjo merr, ne i themi 150 bukë të mëdha, 1 kilogram, bukë masive. I merr një herësh. Dhe e ka punuar vetë gjyshi, besnike quajnë, baza tabani i themi nesh me shtull shallmot, edhe qelza komplet. Dhe zjarri që ndron këtu në anë. Temperaturat pastaj ndahen për... Tani më fal, ju vut baklavan, sepse po xhironim bërjen e një baklavaje, na duhet për një spot, jo për këtë emision. I bezdisa i lodha, po më erdhën mbas avazit. Me shumë kënaqësi. Dhe faleminderit shumë, dhe madje t'ja u themi, sepse më thani me doreza, jo i thash me doreza se më duhet si qëmonti të shkë doreza, prandaj ishin ato xhirimet me të vjetra. Dhe sot duhet lahen me sapun. Se tani Përvëlohen në çdo normale. Okej. Po dua të di ku e vuti baklavan se s'po e shoh më. Baklavaja qëndron kështu. Po në këtë rast ne duhet të presim që zjarri të bjej. Duhet të bjerë zjarri, Të bjej zjarri, pastaj vendoset baklavaja përsëri. Rregullonja, mbaron zjarri, plaka komplet. Bie temperatura e furrës duhet të jetë diku te 230-240 gradë, pastaj vendoset baklavaja. Pastaj vendosim, e rivendosim. Në këtë rast ju na bët për nderin tonë futët një. Ishte Po momenti. puna është këtu mbushet. Patjetër. Mbushet, të gjitha këto bëhen këtu. Këto bëhen. Do me thënë, kjo baklavanga, ja, kjo. I porosisë se unë tani që Po, këto janë porosi. Janë porosi. Po si marrin dhe për ditë të tilla, jo vetëm për festa? Ikin jashtë tek fëmijët edhe i marrin gati. Ah, sa bukur. Kush ka frikë nga shërbeti, ja japim dhe shërbetin me Me vete. shishe me bidon dhe thjesht atje e shërbetosin. Sa e bukur kur të shkosh pra ke Tek fëmijët. fëmijës, siç ju keni gocën. Ne po i bëjmë gati, doja nisim Po, edhe ne gocës. po ju e bëni e keni të veçantë, se ju për gocën e keni në tavën. Si e keni atë Tave tavën? bakrit, është tave paridit, kemi një tavë apo stafat, megjithatë ne i bëjmë me shumë dashuri për të gjithë. Dikur kishte emër tave, mua më kujtohet, edhe unë kam pasur tavën time, kur isha e vogël, se di pse dikur ka qenë zakon ky që tava kishte emër, apo Ka qenë traditë e vjetër, për shembull, ishte një familje me 5 vajza dhe lindi një djalë. Po. Dhe kësaj tave i vinin emrin e këtij djali. Pse e diferenconin djalin? Erdhin mbas 5 vajzave, ose ishin 5 djem dhe erdhi një vajzë. Ndoshta unë kam Dhe qenë fëmija i vendose. parë, më vinin emrin e tavës, nuk e di. Se po më mërzitën motra thonë dhe s'kishim tavë me emrin tonë, kishte një zakon. Kështu që ka qenë një detaj që vendose një shenjë, thuaj. Po këtë bukën, se edhe këtë, ne e gatuanim, kjo është kulaç me djath. Ky është brumi shkrifët. Ne i themi brumi shkrifët me gjalp, duke i punuar ndryshe, jo si ky brum. A ky është kulaçi pastaj. Ky është kulaçi që ne e bënim për përsheshin. Po, për përshesh. Për përsheshin, po. Ndërsa Madje kjo- këtu kishte edhe lek. Po, E ne nuk vinim ne kujt i binte lek. Mua me binde gjithmonë, jam e për kështu. ditë vere e përdorin zakonisht. Sot, pastaj këto janë Revani janë se. arevani. Ne i themi revani, disa i thonë asude, është e Asude. pa pjekur në furrë. Kjo duhet pjekur. piqet në kazan bakri dhe piqet këtu pastaj. Kadaifin pastaj, e bëni edhe Kadaifin, ne kemi kadaifin. me Po, e racione, i mbushur me- Ju i bëni këtu petët, se unë pash ju vetëm në këtë rast, Tollim, gjithmonë petët janë tërhollim, po. Kush punon? Kemi goca. Goca plot. Kemi këto bukuranet. Ja. Bukuranet. Buka e mistrit. Pastaj kemi këtë bukën që e kam ngrënë unë, ja t'ja tregojmë Kjo kamerës, se është bëjmë sikur vetëm me sa. miell integral Kjo ishte e papar. dhe me brum të thartë. Thash që do më bëni një, po thamë duhen 6 orë. Pa Kështu që maja. Dhe mos të gënjehen klientët, sepse ne duhet jemi korrekt dhe të kemi besueshmëritë e klientët, kur thuhet në treg që është bukë pa maja, kjo është bukë pa maja. Vetëm me brum të thartë. Kaq e ka ardhje, nuk vjen më shumë kjo.
Nuk ka forcë. Prishet shpejt, duhet ngrënë shpejt apo Jo, jo? vetëm thjesht mund të forcohet. Rezistencën kjo ka më të madhe Rezistencën nga e të ka gjitha më të bukët. madhe sepse të gjithë brumrat që nuk kanë majan të tepruar, sepse është majaja është industriale dhe është teknike në përdorimrat e brumrave. Është e Unë bëj pranueshme. bukë në shtëpi, si ta bëj këtë? Me brum të tharë do ta punosh. Kështë puna i brumit. Kujdes. Se unë byta, kishte punë brumit As fare. i gjë s'ka, është i thjeshtë. Si bëhet? Do ta mbash. Do ta punosh. Në freskë. Do lesh pak, atë do ta shtosh me pak miell tjetër dhe lere të vi. Dhe ke për ditën tjetër për 2 ditë. Se Nëse shqiptar. të kalon 48 orë, duhet krijoj aciditet, sartir. Brumi duhet ketë një aromë. Amoniak, kur Amoniak. hap të çaj Po pra, aroma e kësaj është fantastike. Do më thënë, më vjen keq sepse ju bëni çuditëra, po mua më ngeli mendja kjo. Po bëni dhe këtë pastaj që më kujton Gegën. punoj- Gegën, erdhi Gega. E karamelizuar është. Marrin fëmijët Ne i tani? quajmë I kanë fondana, këto marrin, i pëlqejnë. Marrin, më thënë kjo është komplet me sheqer sipër. Si bëhet ajo kuqja, se mbaj mend. Është esenca, siç është soda që ne ajo përdorim është. për kulaçin, është esenca. Ja, dhe unë që u bëra me miell, thu se punoj. Tani ishe te fura, po, Isha u leve. te fura. Duhet lyep. Si ishte dikur? Dikur të pëlqente apo u detyrove që do e trashëgoje dhe s'kishe ç'bëje? Drejt si fillim kur ishim të rinj, kishim gjithkohën tek pjesa o burrat i kim kurbet, se të gjithë bëjnë kështu e kështu, po kur e pam që Që ishte këtu. Si i thoshte një shprehje për parat? Gjyshi? Babai domethënë si e kishte të shprehje që furra të Fura gjen. të ngrys pa lek dhe të gëdhin me lek. Në fakt çdo punë, kështu është. Po punove? Ndërsa mua më thoshte produkt bie babait, se unë jam martuar 18 vjeçe, dhe thoshte brumi brum të sjell. Brum ta lë shtëpinë. Mos hiq dorë nga brumi. Dhe kur e kemi filluar baklavan, e kemi filluar brenda në familje. Kemi mbuluar komplet sallonin me beze dhe e kemi tërhollur në sallon. Fillimin shuash. Fillim me 5, me 10, me 15, me 20. Tash i kemi dhoma postafat sepse brumi duhet të jetë ambienti ngrohtë. Tjetër këshill tani ai kur shikon që jo hile, po që ka tani nuk mund të tirish në kokë çdo gjë. Çfarë thot tani? Ju kontrollon? Ka merak, ka gjithmonë merak, ka merak zjarin gjithmonë. Se, çfarë thot Mbaj në zjarri? temperaturën e dur. Dur. Po, sepse nëse nuk ka temperaturë, mishi thahet, nuk piqet. Bënin dhe mishin këtu? I sjellin klientët A pse qingja. duan të sjellin Po i Për sjellin. vitin e ri, po kur të hapsh atë Instagramin tonë do shikosh këtu. Kapojnë. rodina Instagram se- si jeni? Nuk Fura mund të fura rri galliu. rodina në Po. kem këtu se nuk ka vend. Nuk ka vend, Po, vetëm edhe i sjellin. vetëm Dhe do furra. temperaturën e dur, atë ka merak gjithmonë. Dhe asnjëherë gjëja që ka qenë përpara ishte saçi, po dhe se nuk ka pas furë kështu. Po dhe ajo saçi e njëjta gjë është. Kjo për shembull kur mbyllet nuk vuloset. ri kështu. Duhet të ri pak kështu se ka zjarr brenda dhe krijon vakum. Me të gjitha. Ka Si teknika. mësove ti të gjitha këto? Se ti erdhe në shtëpinë e burrit që ja kishin lënë këtë, po ti si e mësove? Po, mua më ka mësuar bashkëshorti. Bashkërti. Po, jemi rritur të dy. Si më ka mësuar? Më ka vendosur se nuk arrija dot. Tek brumatriçja isha shumë e shkurtër dhe më vendoste 2 tulla dhe një dëras dhe unë të jipja mbi brumatriçës Se rara brum të prisja brumin. Se më thoshte je e vogël nuk arrin. Por kam pas dëshirën për t'i mësuar. Kush ka dëshirë për punë? Kisha dëshirë dhe e Çdo një mësova. zanat mësohet. Kush ka dëshirë? Dhe pse i kisha thënë që ne u dashuruam herët, mbas gjimnazit, unë universitetin kisha shumë dëshirë të vazhdoja, se babin e kam pas mësues, mamin infermiere mami. Dhe i kam thënë, dhe me 5 fëmijë të jem, unë shkollën një ditë do ta bëj. Nëse në familje Dhe vazhdova në Elbasan pastaj, për arsimin fillor, më kam mbështetur me njëherë. Nuk tha jo. Jo, nuk tha jo. Por ama dhe unë nuk i thash jo punës, të dy bashkë. E ngritët dhe e mbajtët bashkë. Por këshillohemi gjithmonë. Jo vetëm të dy, por dhe me ekipin e punës. Pse prekesh? Çfarë të prek? Përse të vjen keq? Ke bërë gjithë të gjë. Mua më kënaqe, ëmbëlson çdo njeri në këtë qytet. Është ndjeshëm, është emocional. tipi njeriu që është pak emocional. Ama të lufshin duar? Gjithmonë themi forca se duhet ecim. Forca se duhet ja dalim. Nuk arrihet asnjë gjë pa forcë, pa luftë, pa punë. E gjithë jeta është e tillë. Po tani vajzës që i shkon baklavaja, i shkon vajzës, i shkon edhe paridit,
Ajo nuk donte të vazhdonte këtu me brumin, tha po bëjmë një që Nuk tjetër. ka thënë jo. S'ka thënë jo. Nuk ka thënë jo. Mban mend kur mami juaj ju kishte thënë që 15 vjeçë do ikësh në shkollë dhe do vazhdosh në Tiranë, unë i thash vajzës time 30 vjeç. Duhet të dalësh, të ecësh. Ja, tani filloj qaj unë, se kështu është. Historitë tona janë njësoj kudo. Historitë tona të prindërve të dashurisë për fëmijët, por aty që kanë zanatçinë dhe profesionistët kanë që rrisin fëmijë të mirë. Dhe kudo që t'i çojnë, ata përsëri një ditë kthehen në shtëpi. Patjetër. Dhe ka synimin, thjesht do eksperimentojnë, do shikojnë, do jetojnë si bëjnë pa ne. Se ne kemi qenë gjithmonë pranë, ajo ditë të rollë. Ajo që 10 vjeç mësuar ti bëj. Po. Ajo e bën dhe vet atje, po thjesht i them që mos e bëj se do ta nisi mami. Do të thënë u rrit këtu. Pariti sa është tani? Pariti klasë parë, 6 vjeç. Nxënësi më shembullon në shkollë në Angli. Lexon shkëlqyer, është pak hiperaktiv. Por fëmijët i kishin mësuar me punë. Klara thot gjithmonë që tabelën e shumëzimit e ka mësuar se ka ndetur nëna në dyqan, gjyshja. Ma ka mësuar nëna të thaste miellit duke lozur dhe unë mësoja tabelën e shumëzimit. Të thaste miellit. Po, jemi mirë. Shiko, e di sa mirë që nuk e lat këtë furrën, sepse parfitërohet çfarë Ne, jo. shembulli do Ne nuk e lini. lam. Nuk e lat furrën. Tek nuk e lam, jo. Dhe ne çdo gjë që kemi... Besoj është më e vështirë tani, por njerëzit Për mua jo. Jo. As për mua. Unë e bëj me shumë dashuri. Duket, por për mua është se çfarë thon ata, bo thonë. E si e rend, është si kështu, po si ashtu i them, po një ditë, 2 ditë, Do pastaj mësohesh. të dashuron veca nati do të thith. Po vetë si ja bëni, nuk hani besoj ka ja, se të hani baklava për ditë ju. Velemi, kur dua të provoj diçka, ja jap një klienti, i them provoj pak si ka dalë se nuk e provoj dot. Provosh pak, më jep pak ato përshtypjet se ne vetë jemi Ose punëtorët. Tjetër çfarë bëni? Këto. Këto janë Këto dhe gjëra. bukën. Po, buka. Bukën e keni, buka është prima. furnizoni restorante, dyqane, mën janë, vinë marrin tek ju të gjithë. Ose i çojmë, varet nga shërbimi, nga telefoni. Punon telefoni, punoj me tabela. Punoj me se telefon, harrojnë, Instagram. Rrezik tani, kam përshtypjen tani është Klara që merret me Instagramin apo jo? Kemi kunatën e Klarës, është një vajzë, Gjesi, quhet e menaxhon ajo. Do të thënë familja është në krye detyrës. Po. Dhe ai që shikon të gjitha është gjyshi që ka merak. Gjyshi, gjithkohon. Kujdes Them këtu, komandanti kujdes. Komandanti i përgjithshëm vazhdon të Ai komandoj. është komandant. Gjithmonë ka diçka të re. Gjithmonë, dhe pse ka kaq vite që ne punojmë, jetojmë, ecim, eksperjenca. Edhe unë që e kam nisur, kur e kam nisur baklavan, prap kam eksperiencë. Ka diçka për të rregulluar. Ka diçka si idhet gjalpi, pjekja, ngjyra, defektet. E kemi harruar nga lodhja e tepër, të harruam një baklava porosi me një shtresar. I spetë dhe harruam. Nga lodhja, sepse janë orë, janë ditë këto, nuk është se kemi gjithmonë, këto 2 javë dhe vitit ri është puna. Edhe ne duam puna me sezone, jo gjatë gjithë vitit. vështirë, Se ne udhëtojmë shumë të dy, 2-3 Udhëtoni? udhëtime, po. 2-3 udhime në vit? Në vit i bëjmë patjetër, Ku ne i ka shkoni, vënë para vajzat tregoni? detyrë. Ku shkon? Kemi bërë Udhimi i balet, fundit ku Ku është? ka viz, ku I fundit është me ishte- viz që nuk. Bëm po pa Zvicrën viz, vjetë në Zvicrën shtator, vjetë. po. I keni interes të shikoni çik brumrat si bëjnë atje Bëm ku veni? Barcelonën, bëm Nuk janë Spanjën, Si janë tradit? Nuk janë traditare, me sa pash, vetëm thjesht pjesa Se bukë të mirë kanë Turku, Ah. zona, jo me fjalë që flasim ne mes Deo dhe këtej, kam një ndryshim total. Nga ata. Kështu që nuk keni interes për profesionin, po më shumë shijoni. është shumë e lehtë buka e tyre, e lehtë, si brum. Po si duhet jetë në fakt? Duhet të ndihet era e bukës, shija, amonjaku. E Do ta aroma e mbash bukën bukës. 3 ditë në shtëpi edhe Duhet ketë një aromë, ketë kjo. një shije. Kjo. Po, ndi. Kjo duhet ketë një aromë. Kjo duhet të krijojë aciditetin e vet, që të krijojë aromën. Ndërsa ata i kanë bukë, ujë, krip, maja. Mos e kanë më mirë ata? Më shumë më mirë për të mos Ajo u është lodhur për dhe për të dembeli. bërë lek, Ajo është për por nuk dembeli. është e shishme. Ndërsa ne shqyqur Zotit i kemi punuar me këtë biznesi kemi bërë të gjitha. Ne nuk kemi lëvizur. Kjo është aroma e punës së fortë, aroma e duarve të pastra edhe zemrës së ndershme, që trashëgohet brez pas brezi, edhe pastaj kjo është aroma që nuk gënjen kur, aroma e bukës që nuk gënjen kur. U kënaqa shumë me ju, nuk e keni iden. Shumë Ishte faleminderit. një kënaqësi e madhe, erdha Faleminderit ju. sepse doja të xhiroja
një pjesë të spotit, i lam punën dhe më ndihmuan, por pastaj u bëra unë pjesë e kësaj pune dhe u shtofshin njerëzit që e porosisin dhe ju baklavan. Si ta porosisin? Jo vetëm baklavan. Ne për shembull në shtëpi mbaj mend dikur, kadaif bënim. Nëna bënte kadaifin. Edhe shëndetlie. Nuk e di, është e Berate shëndetlia apo? Të mara janë. Të mara janë. Po thuaj se të mara janë. Çka ka Berati? Çfarë ka të vetën? Berati faktikisht me të vjetrën ka pasur qumështuari. Qumështuari. Qumështuari që ka pasur. Vajza jonë e bëri në Angli, javën e parë. E ka pas berë. Qumështorin, se ajo ka qenë dhe kjo Revani. Revanin, po. Revanin e bënim. Revanin e Ka pas Po, Berati. e mbaj mend Revanin e bënim, apo s'ka re Revania nga trojë? E bën dhe me arra. Më kujtohet që kishte ca arra. Revani me kos. Ose me kos, me sherbet. Aramet. Po këto ka pas, pra kishta e vjetër qumështorin ka pas. Po pra, se ne nuk bënim baklava, se unë flas kështu, kur them ne, flas për gjyshen time. Për gjyshen ajo ishte nga Berati dhe nuk mbaj mend baklava në shtëpi, nuk më është kujtuar. Në moshën tonë, në moshën time ka pas baklava. Dhe mua mami, kur më thoshte të mësoja petën, i thosha nuk e mësoj. Do ta ble të gatshme. Po, Mami të ashtu i kam thënë gjithë kohë. Duhet e pana, po është normale se... Burit se vetë o tjo pastaj. Ja, Ama si vendosi jeta pastaj. Ua, vetë jeta vendosi që duhet ta bësh. Do ta mësosh. Kështu që bëhe në kohën e dur. Tani janë pa fund ata që porosisin, do më edhe kaposhin e pjekin këtu, Patjetër, se është ndryshe kaposhin në Berat. Qingjat, kaposhat. Çfarë nuk ka për vit të ri këtu ai te që do fura të punoj, Galliu. punon. Po erdhe të më ndihmosh në 31 do më bësh ndërsa. Për të ndihmuar të jap fjalë, nuk vi dot, po do porosis. Do marrësh tava. Do vi të porosis dhe ndihma që unë mund t'i jap njerëzve është vetëm kur i ftoj në vendin e duhur, siç është ky ke fura Galliu. Tani mos më thoni pse preke me dorë, ke preke flokën, nuk preka asgjë tjetër, nuk bëra punë, nuk bëra sikur. Janë të paketuara. Gjithsesi apo. Mirë se vini për festa, këtu, te fura Galliu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit dhe juve dhe Shumë.